Kthehemi në studio të dashur të flasim për elefantin në dhomë apo në kuvend që nuk shkoi dhe nuk u diskutua, dhe ajo që u diskutua ishte akoma më e çuditshme. Tomo Realizotin kam në studio. Mirëmëngjes Realizoti, mirë se erdhe. Megjithatë, dilemë fort nëse do të flasim fillimisht për Belindën apo do të flasim fillimisht për çështjet gjinore dhe këtë ligjin makabër që kaloi me 77 vota pro të 77 njerëzve që nuk e din se çfarë do të thot burr dhe çfarë do të thot grua. Sidoqoftë, do të ta fillonim nga Belinda, e cila nuk erdhi ditën e djeshme rastësisht, zot Elizoti. Që është një gjë antikushtetuese dhe për shikuesit, kushtetuta është libri i shenjtë i shtetit, përcakton linjën politike, përcakton konceptet e shtetit dhe ajo nuk është pra libri i shenjtë, nuk mund të shkelet dhe nuk mund të thyet. Tani, mosardhja e zëvendës kryeministres për aferën që ka dalë në Republike, vërteton që ka diçka për të fshehur. Pastaj, unë vazhdoj të besoj, jam i bindur që këtu është kryeministri, sepse nuk ka zëvendës kryeministër pa kryeministër. Nuk ka zëvendës drejtor pa drejtor. Çdo firmë nuk ka dy shpanjish. Po pra, çdo firmë që lehet, prandaj quhet zëvendës, zëvendëson, dhe çdo firmë që lehet me porosinë e kryeministrit. Pa kur ai nuk gjendet, kur ai është një udhtim të veçantë apo ku dëgjon, është ka një punë shumë të rëndësishme, autorizon zëvendësin që të firmosin. Tani këtu është Rama. Ata duhet të shkojnë direkt te hetimi të zgjerohet dhe të shkojnë tek Rama. Zëvendës kryeministja, nëse do ishte e pastër, duhet të vinte unë gjithmonë përdor këtë term në parlament që bëj, na provoni që jemi gabim. E janë të flasim, kështu që ata kanë shmangur çdo lloj përballje, çdo lloj përplasje, çdo lloj diskutimi, dhe nëse ata janë në të drejtën e tyre, ato do të vinë. Pra, interesonte më shumë zëvendës kryeministres të vinte në parlament dhe të sqaronte që ishte e pafajshme. Ose pastaj shmangje nga fusha tregon që ti ke pranuar totalisht fajin dhe ke frikë mos gabosh nga ana procedurale që ta përdorin nesër për hetimin apo sot, ose nuk e shtuam më dhe fshihesh. Kjo është gjë e kalojnë dot me heshtje? Po s'ka, është, unë mendoj që kjo është shumë e qartë, kjo është këtu vetëm vjedhet, këtu vetëm grabitje, se nuk ka korrupsion në Shqipëri, nuk është korrupsion. Kjo është grabitje. Pra grabitje pa armë. Është grabitje hapur fare. Pra kudo që venduart, po doli aeroporti, po incineratorët, po tunel, po çdo gjë që prekin me dorë, zhduket. Pra këta janë magjistar të vjedhjes, nuk ka, këtu është një tmerr i madh. Dhe nuk vin as në kuvend të paktën të përpiqen të thonë diçka. Pra e kanë hapur asfare, kanë thënë hapë, mos ardhi hap në parlament, do thotë që unë më dut, më lëre hat. Siç mund të shmanget kuvendit Hoxha, a mundet Belinda Balluku të shmanget në këto momente drejtësisë, edhe se